Propozimi i Keskos për ngritje të tarifave të energjisë elektrike i bëri bashk qytetarët në një protest para zyrave të kësaj kompanie. Protestuesit e cilësuan të papranueshme një rritje tjetër eventuale të çmimit të rrymës, duke thënë se ajo nuk është luks. Pakënaqësi u shprehën edhe ndaj zyrës së rregullatorit për energji, e cila sipas protestuesve po i shërben kompanive private Kesko dhe KEDS. Tuje po se ZRE-ja i shërben KEDS-it e jo popullit, na jemi të sigurt se ZRE ka me miratu këtë kërkesë të KEDS-it. Pra, qytetarët e Republikës të Kosovës kanë me vazhdu me pagu faturat e fryera të KEDS-it, për derisa xhepat të tyre janë duke u varfruar dhe niveli i jetesës së tyre ka me ra. Teksa tha se nuk do të pranojnë hilen e radhës që do t'i varfëroj edhe më shumë qytetarët, protestuesit paralajmëruan edhe bojkot të pagesës së faturave. Ju nuk mund të vazhdoni të vjedhni këtë popull, të cilët vetë se ja keni vjedh një pjesë të aseteve ma jetike. Nuk mund të vazhdoni të na i faturoni neve dështimet e dëshirat e juaja për rritje mbi trupat tonë. Tash e sa vjet, ju nuk jeni në shërbimin tonë, por ju jeni kundër nesh. Jeni fajt e gjinë tonë më të mdhenjë. Protestuesit hodhën tymues në shkallët në oborin e Keskos, të cilën sigurimi e ktheu prapa drejt turmës. Në të lovin e krijuar tutje, policia arrestoi një të moshuar. Kjo irritoi protestuesit. E kapin prindin e tyne e qojnë që kërkan një aliru. Qytetarët vazhduan marshin rrugëve dhe shesheve deri para qeverisë. Aty ata akuzuan pushtetin aktual se nga kundërshtar sa ishte në opozit u bë argat i KEDS-it e Keskos, teksa shpalosën 3 kërkesa. Para ndalimi i rritjes abuzive të çmimit nga KEDS-i, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë shfitimin KEDS-it. Kërkesa dytë, me njëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRE-s i cili po i shërben KEDS-it e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapë debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të KEDS-it. Organizatorët paralajmëruan vazhdimin e protestave, ndërkohë që vijon procesi i shqyrtimit tarifor, në kuadër të cilit Kesko, si furnizues i shërbimit universal, ka propozuar rritje të çmimit të rrymës për 21.3%.